Me lejoni t'ju bindë se gjithë shka ndodhë për të mirën e njerëzimit, pavarësisht se ne nuk e kuptojmë me njëherë në atë mënyrë. Kisha një klient nga Amerika që ndiste një nga kurset e mia online dhe me tregoi një ngjarje interesante. Ai kishte pësuar një aksident me makinë. Në atë periudhë kohe kishte hapur 2 restorante ku kishte investuar kursimet 10 vjeçare të tij dhe të gruas përveç një kredie bankare. Filloi të punonte me restorantet, ndërkohë që një mendim i vazhdueshëm negativ filloi të pushtonte. Po sikur të dështoj, po sikur të humbas të gjitha kursimet, po sikur të mbetem borxh në bankë. Mendimet negative për dështimin e dominonin çdo ditë, derisa një ditë duke shkuar në punë me makinë një zonë i moshuar i preu rrugën dhe shkaktoi një aksident. Makina u shkatërrua, ai theu 2 brinje dhe qëndroi 2 javë në spital. Ne mendojmë se kemi mira probleme derisa së murimi atëherë kuptojmë se kemi vetëm një. Shëndet. Ky zotëria që u detyrua të qëndronte në spital për 2 javë e kishte vetëm një hall, të shërohej. Mendimet për dështimin e restoranteve u zhduken nga ai aksident, ai u shkëput nga zinxhiri i mendimeve negative, parashikuese dhe të pashpresë. Sot ai vazhdon të korrë sukses me restorantet. Madje ka blerë edhe 4 hektar tokë në Amerikë ku planifikon të ndërtojë një ndërmarrje gjigante me pishina, restorante, qendër tregtare e tjera. Pra, e shihni se nuk ekziston rastësia, gjithçka ndodh për të mirën tonë. Prandaj, nga tani e tutje, thjesht pranoni gjërat ashtu siç ndodhin dhe pritni të mirën që fshihet pas çdo ngjarje. Ju falenderoj dhe mirupafshim në video.